Ju keni qenë kandidat me zotin Basha në zgjedhjet e fundit apo jo? Jo. Jo, kandidat. Tani rëndësishme për të bisedë apo? Jo, domethënë e keni mik apo jo? Po çënsika ka kam miku, unë kam shumë miq, kam doktorin mi, kam Ramën, kam Bashën, gjithë kam miq. Tyt kam miq, Sokol Ballën, Bleni Ferziun, gjithë miq që kam, s'kam problem. Tash ta kthejmë çik debatin serioz. Çimin. Kam shumë miq në këtë vend. Këta s'm kanë mik mua, si kam thënë vërtet. Atë që bëjmë çik serioz debat. Paskën të drejtë. Se ti E vërtet e mërzit. Di që kam drejtë dhe unë kam gabim. Kam vite që kam gabim. Atëherë, e para punës, asnjë çështje SPAK nuk bëhet për spektakël. Ai është një institucion kushtetues që ka detyrë shumë të rëndësishme, i tagër vendosur me miratimin e gjithë parlamentit shqiptar për të hetuar krimin organizuar dhe korrupsionin e vetë lartë. Kështu që besoj fjalët spektakël janë të pavënda, mendoj unë, këshill miqësore. Aty ka elemente rime sa duket, të cilat janë ripërcaktuar nga vendimi i gjykatës së Strasburgut. Strasburg gjykatë e lartë. Po, pra, ku ka ndryshuar dinamika e hetimit, pra po bëhet një rihetim për çështjen, sepse me gjithë vim dhe konkretisht zoti Basha, ai vendimi i gjykatës Strasburg let kuptohet që duke thënë krim shtetëror në kuptim ta banalizoj, kupton që si është sjellë organizata Garda e Republikës, Ministria e Brendshme, Kryeministri, Sekretari i Përgjithshëm, ku ta diun se të gjithë faktorët dhe aktorët institucional që janë të përfshirë dhe opozita. Sepse këto 2 javë të fundit ka shumë mundësi të thirrur dhe njëri nga njerëzit ka luajtur rol kyç në organizimin e protestës së dhunshme. Se duhet ta ndajmë. Ajo ngjarje ka shkak dhe pasojë. Ka një protestë të dhunshme, ka dyshime që është dhe paguar shumë para për atë protestë të dhunshme. Ka dyshime. Unë për sa kohë kam qenë Ministri i Mbrojtjes, nga informacioni që nga shiu, po ta them me garanci të plotë, që informacioni operativ ka qenë që protesta është organizuar në mënyrë të dhunshme, në mënyrë të qëllimshme. Pastaj si e neglizhuan institucionet shtetërore në kohë tonë për gabim qeverisë PD-s është tjetër muhabet. Dhe nga ana tjetër ka dhe pasojën që është vrasja e 4 personave. Pra, këtu kemi një sulm të dhunshëm ndaj institucioneve dhe kemi një kundërpërgjigje që, ta themi drejtën, ka tejkalim të kompetencave. I ke fjalën për vizitën e zotit Tomdoshi, për cilën Berisha tha që është larguar nga vendi dhe pastaj doli që zoti Doshi. Unë di që kam denisja të thirrur njerëz, unë kam pasur proporcionale thonë. Ka, jo proporcionale, ka disa problematika. Tani, në lidhje me zotin Basha. Zoti Basha pra po them që nuk thirret për spektakël se ka qenë ministri i Brendshëm. Pra është njeriu që ka pasur përgjegjësinë për kushtetues dhe ligjin për institucionin e Ministrisë së Brendshme. Po e përmendën 4 herë fjalën spektakël. Dhe unë e thash në kontekst. E thash në një kontekst. Ka një kontekst gjë. Tash ne që në kontekst. Atëherë mirë jam. Ta thash edhe kontekstin. Mirë. Okej, atëherë mirë, dakor. Mos më imponon. Mos e ngataroj. E sqarova, duke qenë se nuk kam sul, kam pasur njerëzit, mos ta marrin për gallatu punë. Këtë e kisha. E para një sekond. Amë çaka. Fationi është koleg gazetar. Shumë respektuar. Domethënë, ai mund ta bëj debatin, por ti mos e nëse na lejohet bëjmë debat. Jo, po jo me Fationi, se Fationi, domethënë, Fationi do thotë gjërat e veta dhe nuk, pra domethënë s'po censuroj, ose drama apo. Tani, atëre jo. Atëre një sekond, për t'i dalë se ne bëjmë debatin kur largohet Fationi, jo një minutë, se Fationi ka me kod kufizuar. Ne vetë do ta bëjmë debatin kur largohet. Pyetja që kam unë me qytetarë Fationi është. Edhe sikur, mirë, do më mirë me dakord, okay. Abstrago që është e qëllimshme, është show e tjera, abstrago nga gjitha këto dhe merr vetëm momentin kur gjëja ndodh. Ka kjo një lloj pasoje? Ka kjo një lloj tërheqje vëmendje nga ajo që pritet të ndodh nesër dhe në vazhdim? Nëse ti mendon. Po pyetem mos. Jo, po të përgjigje çka kam, ose po flas. Pasojën e vizitës Bashës. Se fakti është që unë as kisha vetëm 20 minuta akoma me Bashën. Unë pjesë e klubit orientalist që mendon intrig mas intrige, si kur jemi të sultani Madhërishu, nuk bëj pjesë, nuk bëj analiza në ato. Mirë, dakor. Mund të them diçka të lutem edhe nga eksperienca që kam lidhje me çështjet